SPA ka mbyllur hetimet dhe ka çuar për gjykim 6 persona irsëzyrtar të autoritetit rrugor shqiptar që i akuzon për shkelje të barazisë në tender. Rasti në fjalë ka të bëjë me një tender rreth 22 milionë euro për rehabilitimin e segmentit rrugor nga mbikalimi te pallati Meshigjeta te rreth rrotullimi Shqiponia, që i përket lotit të parë. Përpara trupës gjykuese do të jenë Arbër Troka, Miranda Shkurti, Nikollaj Mihali, Almir Hoxhaj, Erion Zemanaj dhe Ademir Pahumi, të gjithë me akuzë shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike e kryer në bashkëpunim. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet paraprake dhe ka paraqitur para gjykatës së posaçme të shkallës së parë kërkesën për gjykim të procedimit penal numër 175 fraksion 1 fraksion 4 të vitit 2025. Nga analizat e provave dhe të dhënave të grumbulluara nga SPAK, rezulton e provuar se gjatë kryerjes së procedurës së mësipërme të prokurimit e zhvilluar nga autoriteti rrugor shqiptar, të pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer një sër veprimesh në shkelje të procedurës, duke dëmtuar interesat ligjore të shtetit, thuhet ndër të tjera në njoftimin publik të SPAK.